Banorët e fshatit Dush ka kërkuar vazhdimisht pranë autoriteteve vendore, njësisë administrative dhe Bashkisë Lushnje që të ndërhyet për rregullimin e kanalizimeve të ujrave të zeza që dalin në sipërfaqe nëpër rrugët e fshatit, por ende asnjë përgjigje. Temperaturat e larta që rriten nga dita në ditë, përveç erës së rëndë që ndot të gjithë zonën, mund të shkaktojnë edhe përhapjen e ndonjë epidemie, pasi përveç ujrave të zeza nëpër kanale ka gjithfarë lloj mbetjesh, duke përfshirë edhe ato shtazore. Banorët kanë kërkuar vazhdimisht që të ndërhyet për të zgjidhur kjo situatë, por ende asnjë zgjidhje. Më e rëndë është situata për ata që vuajnë nga sëmundjet, kryesisht moshat e treta dhe fëmijët e vegjël. Më shkonje madhe, ere keqe. Ajtë në shpë që të bëjnë. Ja plerat, ja shpje ime. Unë rri aty me një borë, që jemi të smurë të dy. Nuk ndërë, më të Sa ka këto ujrat e zeza që derën aty? Kanë vite ata. Se s'ka ujë, që pa të kishte ujë, merte proj ato, pa s'ka ujë, nuk ka ujë. Është një shqetësim se është era, gjatë shumë era dhe zakonisht me këto gjëra vinë edhe sëmundje. Mjafton një pastrim, nuk duhet ndonjë kush e di investimi mjaft, një çik më shumë, po, është neglizhuar çik. Ja ku dalin ujët e zeza. Makar goca me fëmijë ka 3 ditë vinë në rritë shpejime se nuk dëllojnë do terën. Se tashi s'ka ujë ku vjen ujë ndarke këtu, ose ndreke ku vjen, këtu del me gjymë. Janë gjithur një pandemi, një diçka, nuk kam keq me nuk rrihet. Situata e krijuar ndërlikohet edhe më shumë nga një fenomen tjetër, pasi ujrat e zeza të ndotura kalojnë në kanalin kullues dhe përfundojnë 4 metra larg puseve që furnizojnë me ujë të pishëm qytetin e Lushnjës dhe rrethinat. Tu vinë ujrat e zeza nga Dushku, kalojnë këtu. Ki ujë, u kam pas raportuar një radhë në kohën e Albert Sanxhaku ka qenë këta bashkinë Lushnje, edhe anëlloj ujtë, iku për tërbuh poshtë, ku shkon atin. Përfundimisht e kthym prap këtej, se tha dëmtojnë kun peshqi. Për mu, kjo është shumë e padrejtë, kjo punë dhe kriminale. A kriminale sepse këto ma tepër u kushtojnë rasti peshqive se sa njerëzve. E ka këti ujë këtej, ki ujë e thith toka dhe shkon në Lushnje. Lushnje u jem banor e Lushnjes. Jem banor e Lushnjes, edhe unë që fëmijën ke spitali, ikin në Lushnje, pi ujë atje. Për mu kjo është kriminale. O këthi ujë, nxjerrën në fond shteti, e këthin ujt nga 3 urat poshtë, në kanal të madh, ujt është këthy këtej. Ki uj për mu është kriminale. Thjesht nuk më intereson gjana kështu në diçka, po më partisha, po në gjana helbetet ata. Për mu është kriminale kjo punë. Vite më parë, ky shqetësim është zgjidhur duke devijuar derdhjen e ujrave të zeza në një kanal alternativ, por me kalimin e viteve, përsëri ujrat e zeza të Dushkut kanë përfunduar atje ku kanë qenë, në afërsi të stacionit të pompimit të ujit që furnizon Lushnjën me ujë.